mbështetje e cila në shiqim të parë duket simbolike, megjithatë ka rëndësi të madhe për mbështetjen psikologjike që japim pacientëve. Diku 640 pako onkologjike janë si vjet donacion nga presidenca dhe këto donacione jemi duke i ofruar për pacientët që kanë vuajtur dhe vuajnë nga kanceri i gjirit, që 4 vite me radhë do të thotë e kemi këtë bashkëpunim. Natyrisht që përpjekjet tona nuk përfundojnë me kaq, sepse çdo vit shtyjmë përpara edhe amandamente në buxhet që do të arrisin buxhetin e nevojshëm për listën e barnave, të cilat janë të domosdoshme për pacientët me këtë lloj kanceri, por edhe të gjithë ata që janë pacientë të onkologjisë. Do të vazhdojmë këto përpjekje edhe me mbështetjen e doktorëve, të cilët më mirë se çdo kush tjetër e dinë se për çka kanë nevojë pacientët. Diskutuam edhe sot për nevojat me të cilat ballafaqohen, duhet të rritet edhe numri i stafit, na duhet edhe qendra kujdesit paliativ, një çështje të cilën po e shtyjmë përpara së bashku me zonjën Afie që disa vite tashmë dhe shpresoj që do të bëhet realitet së shpejti. E fundit është kjo nevoja e domosdoshme, ta themi, për një qendër për kujdes paliativ e cila i mungon Kosovës dhe pacientëve kosovar. Njëkohësisht shumë mirënjohëse ndaj stafit të klinikës onkologjike në krye me drejtorin Ilir Kurtishi, të cilët bëjnë punë të jashtëzakonshme me pacientët. Pacientët më të rëndë për smundjen e kancerit. Këta janë 24 orë në shërbim të tyre dhe e bëjnë të pamundurën që t'ja u lehtësojnë dhimbjet, t'ju ndihmojnë dhe t'i shërojnë. Këto pako të cilët sot u shpërndan për pacientë të cilët janë me kancer kanë një impakt shumë të madh edhe në aspektin psikologjik edhe fizik të pacientëve dhe shpresojmë që ato t'i shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë edhe racionale. Falenderojmë shumë edhe për kontributin jashtëzakonshëm vitin e kaluar presidenten, e cila së bashku me deputet parlamentit, Ministrinë e Shëndetësisë ka bërë të mundur që ne sot kemi disa barna të cilët kanë impakt direkt në jetëgjatësinë e pacientëve, të femrave me kancer të gjirit dhe të personave të cilët kanë tumore të lëkurës ose melanoma, dhe morëm prap një zotim nga presidentja e cila do të na ndihmojë, në fakt do të ndihmojë qytetarëve të Kosovës që të kemi barna edhe më shumë vitin e ardhshëm në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, që qytetarët tanë të kenë do trajtime adekuate, korrekte në klinikën e onkologjisë. Meqense numri i pacientëve të cilët ne trajtojmë gjatë ditës ka shifra mbi 200-250 vet dhe më shumë se 1500 raste të reja për herë të parë si vjet janë lajmëruar në klinikë. Kjo tregon se sa është e domosdoshme që të kemi furnizime të rregullta me bana, të kemi aparaturë, të cilën veç e kemi, ta modernizojmë, të kemi staf infermieror dhe të bëjmë më të mirën e mundshme që secili qytetar i Kosovës të trajtohet në institucionet publike.